أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet dhe lavdrimet janë për Allahun xhalla xhelaluhu, salatet dhe selamet, lutjet tona më të mira janë për më të mirin e gjithë bijve të Ademit alayhis salam, vullën e gjithë pejgamberve, Muhammedin të birin e Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër dhe motra, sot jemi në një cikël të ri apo në një takim të ri të ciklit ton të disa emisioneve ku jemi duke u mundu me sqaru gabimet e namazlive në mënyrë që namazin ton ta falim të plot dhe që të jeti pranum tek Allahu Teala. Për arsye se pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tregu se namazin ndahet në 10 pjesë. E dikush i merr 10 të 10-at, kur është i plot, me koncentrim, kur zemra dhe mendja është e koncentruar plotësisht dhe e din çfarë po lexon dhe çfarë po bën në namazin e tij. E din para kujt po qëndron. Prandaj edhe koncentrimi është në nivelin më të lartë. Kur njeriu e din se çfarë po lexon, para kujt po qëndron dhe mundohet me i zbatu urdhnat e Zotit vet, namaz. Edhe mësimet profetike të pejgamberit vet, Muhammedit alayhi salatu wassalam, Allahu prej 10 pjesëve që e ka nda namazin, ja jep që të 10-at dhe insha Allah e pranon si të plot. O ka dhe njerëz të tjerë të cilët ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ju pranohet 9 të 10-at. Ka për tyre që ju pranohet 8 të 10-at, 7 të 10-at, 6 të 10-at, 5, 4, 3, 2, 1. Vetëm 1/10 e namazit është e pranuar tek Allahu Teala dhe ka për tyre që vetëm lodhja fizike ju mbetet, mirë po nuk marrin kurfar sevapi prej namazit tyre. Dhe për fat keq, kjo ndodh kur ne futemi në namaz, ndërsa mendja jonë është në punë e dynjas. Dhe mundohemi që shpejt e shpejt, në mënyrë rutinore, ta përfundojmë këtë obligim madhor, e pastaj që të shkojmë të vazhdojmë me ato gjana të cilët na e kanë marrë vëmendjen tonë dhe preokupimin tonë, qoftë me çështje të punëve tona dynjas, qoftë me argëtimet tona dhe gjana tjera të cilat mund me qenë për shkaktarëve që neve me na largu prej koncentrimit tonë në namazet tona. Dhe ky namaz që nuk i jepet fare sevap, kur e marrin me laçë dhe e dërgojnë lart, se çdo namaz i yni merret dhe dërgohet lart tek Allahu Teala, e Allahu e shiqon pastaj se sa ka qenë përkushtimi ynë në namazin ton, sa e kemi pas për qëllim fitimin e kënaqësisë së Zotit ton, dhe në bazë asaj Allahu Teala edhe e jep shpërblimin për atë namaz. Dhe nëse shihet se zemra jonë, mendja jonë, fare nuk ka qenë në namaz, goja nuk ka ditë çfarë ka lexu, mendja shpesh herë ka harru dhe sa recate i ka falë, a është u falë dreka, i qindia, akshama, yatsi, pastaj del për namazet dhe nuk i kujtohet as çka ka lexu në namaz, as çfarë ka bë gjatë namazit, dhe dikush tjetër duhet t'i tregojë se ke lënë mangur një recat ose i ke shtu një recat tjetër. Të gjitha këto e dëmtojnë namazin ton. E për mos me ra në gabimet të tilla, po duke pas parasysh se po dalin para Zotit ton, atëherë po mundohemi që me këtë seri të ligjëratave tona të ngrisim vetdijen ton se namazin që e falim kem për qëllim me fitu kënaqësinë e Zotit duke respektu urdhnin, se ai ka kërku prej neve që të falim namaz,
wa aqimis salate li dhikri, dhe fale namazin për të përkujtu mu. Dhe kur e kem parasysh këtë çështje, atëherë mundohemi që të jemi nga dëshmërinë më të lartë gjatë falës namazit, e jo vetëm që të jetë punë rutinore, ta kryjmë dhe dalim prej namazit. Herën e kalume folëm për një namaz i cili është obligu në Medine 13 vite pas fillimit të shpalljes dhe ditët e para të ardhjes Muhamedit alayhi salatu wassalam në Medinë pas hijretit, emigrimit të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam nga Mekja në Medinë. Ishte vendos pejgamberi alayhi salatu wassalam në Kuba, paralagje e Medinës, dhe aty kishte qëndru nga dita e hanë deri ditën e premte, dhe kishte ndërtu xhaminë e parë në Islam. Për herë të parë, muslimanët në mënyrë të organizuar ndërtojnë faltorën e tyre të parë, se në Mekë ishin të privuar prej kësaj lirie, dhe edhe pse i kishin bashkombas tyre, ata donin që të andalonin namazin, jo vetëm donin, po edhe u andalonin namazin që ta falin në Qabën e bekume, që është vendi më i bekuar në sipërfaqe të tokës. Dhe nuk kishin mundësi që dilnin dhe në Qabën, në bord Qabës të falnin namazin. As në mënyrë individuale, e as në mënyrë publike, mënyrë kolektive, bashkarisht me falë namazin me xhamat. Dhe kur u shpërngulen nga Mekja në Medinë dhe erdhen tek një vend që i priti me ngazdim dhe i hapi durt e mikpritjes tyne, dhe ndihmoi Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, ishin këta ensarit, banorët e Medinës, që i thanë Muhamedit alayhi salam, nëse tut nuk dojnë i dërguar i Zotit, eja tek ne dhe ne do të jemi ata të cilët do të ndihmojmë ty. Se na herë për shkak të fesë ka dhe bashkombas tu njerëz që flasin gjuhën tonë që të urrejnë. Ne po vrejmë edhe tek ne kësi gjuhë të urrejtjes të njerëzve të cilët i përkasin fesë islame, apo të partë e tyne i përkasin fesë islame, po ja që këta për shkak jetës tyne, mëkateve tyne, gjunave që i kanë pas gjatë jetës tyne, apo Zoti e di për çfarë arsye, Allahu ka vullu zemrat e tyne, dhe ata kanë urrejtje patologjike ndaj ezanit, ndaj xhamis, ndaj Kur'anit, ndaj Islamit, përgjithësi dhe ndaj muslimanëve. Dhe i urrejnë, përdorin gjuhë të urrejtjes, duke etiketu me etiketime fyse, nënçmuese, ku shprehet mlefi dhe urrejtja e tyne, hupni, shkoni, ju nuk jeni të misardhur, ju jeni mongol, ju jeni arab, ju jeni kështu dhe ashtu, edhe gjë raciste dhe sene, ja që këto fyrjet këtyne shukatën nga institucionet përkatëse, që cilët e kanë për obligim me shiqu që mos ketë gjuhë të tillë të ofendimit për bashk kombasit ton, mirë po, fryma e Mekës në kohën e gjahilijetit, ignorancës, si sjell Mekës i Muhamedit alayhis salam, ka edhe sot e kësaj dite të tillë. E Muhamedi alayhis salatu wassalam, kur ka lënë Medinë, gjëja e parë që ishte ndërtimi i xhamisë, e pastaj pas ndërtuan xhaminë e parë, duke zbrit për Medinë, ku është sot xhamia e pejgamberit alayhis salatu wassalam, në rrugë Resulullah sallallahu alaihi wasallam i zbret ajeti kuranor ku Allahu Teala i kërkon Muhamedit alayhi salatu wassalam që t'ju tregojë besimtarve se ditën e premte kanë një namaz ku obligohen me ardh bashkarisht të gjithë muslimanët me fal namazin dhe me majt një ligjërat të rastit në hutben e xumas ku khatibi apo ligjëruesi e ka për obligim të ligjëroje pjesëmarrësve në namazin e xumas, gjërat të cilat u kujtojnë atyne Zotin e tyne dhe të kërkojnë faljen e Allahut Teala. Dhe ky namaz i xumas ndallon prej namazit të drekës. Falet ditën e premte në kohën e namazit të drekës,
nuk falet 4 rekat, sikur që falim namazin e drekës, po falet 2 rekat, dhe nuk falet pa zë, po falet me zë, si dhe e ka para namazit, e ka një ligjerim të rastit, një hutbe që Allahu Teala e ka mësu pejgamberin a.s. a e ka mësu umetin e tij, që ditën e premte, në kohën e namazit të drekës, të falet namazi gjumaz, e para saj të përkujtohen muslimant se çfarë Zoti i tyre po kërkon nga ata. Kjo është dhunti e madhe. Andaj tha Allahu Teala: Ja ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. O ju që keni besu, kur të thirreni me shku me fal namazin e drekës, namazin e gjumaz, nxitoni në përkujtimin e Allahut Teala dhe lene shitblerin. Largoni prej punëve të dunjas. Shitblerja në kohën kur falet namazi i gjumaz, pasi që e ke dëgju thirrjen e muezinit me shku dhe me fal namazin e gjumaz, shitblerja në atë kohë është haram. Është haram me shit në kohën e namazit të gjumaz, dhe risku që fitohet në kohën e namazit gjumaz në ndërrum vëllezër është haram. Është i palejuar ai fitim që fitohet në periudhën kur je e obliguar, nëse je person me mend të kry, mosh rritur, vendas në vendin tënd dhe je i lirë, atëherë ke obligim ju përgjigj thirrjes së Zotit tënd nëpërmjet muezinit, që të thret ty në xhami edhe më shku me fal namazin e gjumaz. Mirë po, nëse nuk shkon me fal namazin e gjumaz dhe këtë e bën pa arsye valide, e bën thjesht arsyetohesh me punë të dunjas, arsyetohesh me lodhje të pa kuptimt, arsyetohesh me neglizhencë, dembeli, edhe nuk e sheh peshën e madhe të mëkatit, për tillët pejgamberi alayhi salam ka qenë shumë i qartë se nëse lehet qëllimshëm namazi i gjumaz, kjo konsiderohet prej mëkateve të mëdha dhe ka shumë peshë të madhe. Nëse mohohet obligimi i gjumaz, është kufër, del prej dinit. Mirë po nëse e lën namazin e gjumaz për arsye të cilat janë të papranueshme, thjesht për qefet e tua, teket e tua, apo për interesimin tënd për një gjë tjetër e jo për me shku në takim që të ka thirrë krijuesi yt, atëherë ka pasoja kjo tek Allahu Teala, dhe për këtë na ka lajmëruar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi alaihi salatu wassalam në një hadith që e transmeton Ibn Khuzaimah në Sahihun e tij dhe Ibn Majah në Sunenin e tij, dhe Sheikh Albani e ka konsideruar hadithin me zinxhir të mirë transmetuesish në Al-Jami'u Saghir me numër dorë 2656, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam: ndodh që do njëri për juve të marr një kope baktish, diku 20-30 koka, prej deveve, kuajve, lopëve, apo deleve, dhive, edhe të largohet pranë një rrëz mali, 1 apo 2 milje larg, dhe kur baktive të mungoj ushqimi, të ngjitet në mal, pastaj kur të vije dita e gjuma, ai nuk vjen që të paraqitet, kur përsëri vjen e gjumaja, ai nuk është i pranishëm, dhe kur përsëri të vije dita e gjuma, ai nuk është aty derisa Allahu t'ia volos zemrën. Kjo është për personin që për punë dunjas, sikur që e pam në këtë hadith, është person që kujdeset për baktin e tij, do të merret me punë të dunjas, në mënyrë figurative, nuk ka të bëjë vetëm për tillët, po çdo njeri i cili merret me punë e dunjas, edhe në vend se të përgjigjet thirrjes së muezinit, ky person shkon edhe merret me punë të dunjas dhe neglizhon namazin e xumaz. Dhe nuk e bën një herë, e bën javën e parë, thirrjen e dytë kur i ndodh javën e dytë,
thirr ezani i xhumas, përsëri nuk përgjigjet dhe arsyetohet me punë të dunjas, e pastaj i ndodh edhe herën e tretë, edhe ky nuk shkon, e për tillin thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai nuk vije në xhami me fal namazin e xumas 3 xhuma rresht është fjala derisa Allahu t'ia volos zemrën. Volimi i zemrës dërun vllazën është për dënime më të mëdha që Allahu Teala mund me ta bëj. Nëse mkaton, nëse bën gjunahin, ka thënë pejgamberi alayhis salam, e merr një pikë të zezë në zemër tënde. Çdo gjuna që e bën është një pikë e zezë në zemër. Dhe vazhdon njëri me mkatu, me bë gjunahe, ka shi Zotit vetë, thot pejgamberi alayhis salam, derisa i nxihet e tëra zemrat, është fjala e tëra, dhe nuk pranon më këshill. I flet, nuk i bën përshtypje. Sikur që shohim njerëz, e thret me shku me fal namazin e xumas, me fal namaz, e thret me kry obligimin e haxhit, me agjeru muajin e bekuar të Ramazanit, e thret me dhon zeqatin, për shkak se Zoti i ka dhënë të mira, e thret me kry këtë obligim, apo i tregon për një ndalesë që mos të pijë alkool, mos të lujë kumor, mos të merrë rishfet, të jetë i sjellshëm me prind e tij dhe me njerëzit në përgjithësi, mirë po, sawaun alehim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ata që Allahu Teala u ka volus zemrën është njëjtë për ta, u atërhoqe vërejtjen apo nuk u atërhoqe vërejtjen, ata nuk të besojnë. Është koshi i xhamis, mirë po nuk i përgjigjet thirrjes së muezinit. Dhe është e çuditshme për mua kur i shoh disa të cilët në dukje, në muhabet, do kanë qenë fetar. Flasin për fe, din me të kallëzu se cili prej udhëhecëve musliman është burri poshtër, i shitun, i keq, e besa edhe qafir, mirë po e she, ky nuk i fal namazin, nuk e bën haxhin, her pas here ndaj namaz sheh tu fal, por nuk është i rregullt, dhe kur e pyet pse nuk e fal namazin e xumas, të arsyetohet me punët e dynjas. Dhe më e keqja, t'jep ders, ligjeron, e ke patë ne, po hoxh mirë e ki ti shakon edhe unë sikur ti me pas punë, hoxhallëkin edhe unë kisha në xhami, ama puna hoxh është farz, edhe duhet me kry farzin. Është e vërtet se duhet punu dhe duhet fitu riskun me mjetet halalit. Mirë po, kjo ftesë nuk ka e hoxhës. Hoxha është veç ndërmjetësues, kjo ftesë për Allahut Teala. Allahu është të thirr. Allahu po të thret ty. Ti duhet përgjigj Allahut se po thotë wadharul bay'a, lënë shit blerën. Mos u merr me punët e dunjas. Dhe ti kur nuk i përgjigjesh Allahut Teala, rrezikon që të vulosë zemra jote. Dhe të regjistrohesh prej munafikëve, sikur që ka në hadithet tjera të cilët inshallah do t'i citoj këtu para juve. Për shembull, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, duhet që disa njerëz të japin fund mungesës namazin e xumas, për ndryshe Allah do t'u avulos zemrat dhe do të konsiderohen si të pakujdesshëm. Hadithi e transmeton Imam Muslimi me një titull që e ka ndarë në një kapitull që e ka ndarë në lidhje me këtë çështje, ku thot kërcënimi i rënd për atë që e lë namazin e xumas. Janë kërcënime të rënda ndërun vllazën. Për arsye se pejgamberi alayhis salam hidhrohej shumë kur i dinte se çfarë mund me i ndodh personit që pa arsye e lën xhuman, se me pas arsye kuptojmë, është i smund, është shi i madh që nuk ka ku me fal namazin, po është balt, është lloç, e kuptoj. Mirë po me lën pa arsye, do të thotë veç për punë dynjas, se su pe mshel dyqanin, su pe lën punën, edhe nëse është punëdhënësi që ta ndalën
e ke për obligim mja spjegu punëdhënësit tënd që ti duhet me shiqu, me shku me fal namazin e xumas. Nëse ai nuk tregohet i kujdesshëm që me të respektu besimin tënd, atëherë obligohesh me kërku punë tjetër të halalit dhe me shiqu ku mundesh ti me kry obligimin tënd të faljes së namazit të xumas. Atë është çudi në herë kur të thot për shembull në Gërbeqiu, thot punoj me një punë që kur i kom tregu gjermanit, zvicranit apo norvegjezit, suedezit se unë fali namaz të xumas, thot e ka prit shumë gjë normale, edhe ka kërku prej meje që t'ja tregoj në cilën ditë, në cilën kohë don, dhe jo vetëm xuman, po edhe kohët e namazit, edhe shpesh herë ndodh që prej tyre ka që ndajnë hapësira brenda objektit të punës aty ku punon dhe ja mundson që me fal namazet ditore, jo vetëm namazin e xumas. Bile ka disa vëllezër që kur më tregojnë për këtë çështje, thot kishte prej tonëve të cilët shkonin edhe u munonin të punëdhënësi i huj, mi thonë, ky po falet, ky po do me shku me fal xhumo, ky kështu ashtu, edhe i duke kjo shumë e çuditshme punëdhënësit, i cili me zemërgjësi i thëjke se unë ma shumë e respektoj dikant që ka respekt ndaj Zotit vet, sa e ka dhe frikën më të madhe, kur ma kryjm punën, jemi në rregull me ta. E tha pastaj kur shike punëtori ynë i vendeve tona se punëdhënësi po më lën me shku me fal xhumon, edhe po kthehem edhe nuk po më thot asgjë, atëherë jo, a bën edhe unë me dal, me shfrytzu si kohë të pauzës për cigaren e vet, për nevojat e veta, por jo për me fal namazin e xumas. Do thot, ti duhet me kërku prej punëdhënësit tënd me ta dhënë kohën që me fal namazin e xumas. Dhe këtë duhet me pas institucionet tona, qeveritë tona, duhet me pas parasysh këtë çështje. Që punëtorëve të mundsohet në kohët namazit xumas, një orë e gjysmë të kenë pauzë, e pastaj atë kohë ta kompenzojnë me një orë shtesë, ditën e premte. Edhe nxënësve dhe studentëve, edhe të gjithëve të jepet koha dhe të respektohet besimi, mu ashtu siç kërkon kushtetutat e ne që i respekton besimet e qytetarëve të vet. Dhe ti si musliman obligohesh që me kërku që me të dhon koha me shku me fal namazin e xumas. E din në shumë prej komunave tona, personeli ofiçari aty në që i bën një qaj, bashkë në kohë xumas ta cakton terminin ditën e premte, kur është koha me fal namazin e xumas, ai cakton çetëherë kohën. Dhe kjo ka qenë kohë komunizmit, dhe ish komunistat vazhdojnë, edhe pse dokën jashtë jeshil, zemrën e kanë të kuqe si Shamia e Pionirit dhe janë komunista, vazhdojnë me qenë pengesë për ata të cilët falin namazin e xumas. Prandaj kërko prej punëdhënësit tënd, për institucioneve tona që na jepet kjo e drejtë që të falim namazin e xumas e pastaj ata le ta kompenzojnë inshallah me një kohë tjetër. E të e ditë këtë punë për rëndësinë e madhe të faljes namazit xumas, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kam mendu të urdhroja dikë të printe njerëzve në namaz, e unë të shkoja pastaj të i digja shtëpitë e atyne që mungojnë namazin e xumas, duke u falë në shtëpitë e tyne. Hadithën e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Ka hadithe tjera, të cilat thot pejgamberi alayhis salam, të e ma parasysh që ka pleqe, gra e fëmijë, hatri tyne nuk ka marrë masa të tilla. Mirë po, më të lehtë ka pas që në këtë formë me manifestu pak kënaqësinë e vetë Resulullah sallallahu alaihi wasallam ndaj tyne, se sa të e di çfarë dënimi i pret ata të cilët janë neglizhent në mosfaljen e namazit xumas. Kam fjalën gjithmonë për burrat. Gratë nuk e kanë obligim me fal namazin e xumas.
Mirë po nëse shkojnë edhe falin namaz të xhumas, inshallah e kanë të pranuar. Mirë po ti në vakt namazit xhumas me gjetë kohë për sport, me shku për lojra të ndryshme, shehtëri që i kanë mush kafenet, rrinë në për kafe, me ma e randa adekuat më ndërru vllazën. Kur i shoh njerëz të cilët janë mosh, përkundër moshës tyne, ai nuk i përgjigjet thirrjes së muezinit me shku me fal namazin e xhumas. E ke pa ti e fal xhuman, je në ligjerim, je në namaz, ndërsa komunikacioni vazhdimisht është aktiv, kafenet janë me mysafir dhe njerëzit qarkullojnë aty, thuaj se ata nuk i përkasin këtij ummetit dhe ata nuk i përkasin kësaj feje. Ndërsa kur vdes prindi i tyre ose kur vdesin vet, atë hajde thirrë hoxhën, leta varrose. Atëheri kujtohet që është musliman. E po thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kush e dëgjon thirrjen për namaz xhumas, e nin ezanin, e din si e hutu, dhe thot ti e din që është e xhuma edhe në kohë drekës ka mu fal namazi i xhumas. Kush e dëgjon thirrjen për namaz xhumas dhe nuk i përgjigjet, më pas e dëgjon përsëri dhe nuk i përgjigjet, e pas kësaj e dëgjon përsëri dhe nuk shkon për t'ju paraqit, do të thonë 3 xhumaja është fjala. Hajt herën e parë, hajt herën e dytë, hajt herën e tretë, e ke bë adet mos me shku me fal namaz xhumas, atëherë thot Allahu ja volos zemrën këtij njeriu duke e shndru atë në zemër të hipokritit, munafikut, dëftyrshit. A ke pa disa kur rrin me ty, shpeshherë në ka bo vaki me ndajt me njerëz të cilët kanë pozita në shoqëri, në parti politike, në administratë publike, me ty është shumë i mirë, i pranon këshillat, tregon çfarë babë dhe çfarë non ka pas, çfarë familje, i shpreh ndjenjat e tija çfarë ndin për fen e Zotit, me po kur vjen puna, me ju përgjigj në praktike, me zbatu, e shet dyftyrsin të ky person. Dhe kom frikën në herë se kjo ka mundësi me qenë që Allahu këtyne zemrat ua ka shëndru në zemrat munafikëve të hipokritëve, sikur në këtë hadith që e transmeton Bejhekiu dhe është hadith sahih. Po ashtu thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kush i humb 3 xhuma, Allahu a volos zemrën e këtij personit. Hadithin transmeton Tirmidhiu, Abu Davudi dhe është hadithi sahih, është hadith i vërtet. Prandaj nuk qëndrojnë ndërun vllazën arsyetimet, me thonë valla patëm një lojë, patëm një termin me shku me lujt, patëm me shku, po thamune, neve që kemi në kalane Prizrenit, vallaj kem lënë me shok, me dal koha mirë, edhe shkum në vizit kalas, bashkë në kohë namazit xhumas, ose po e marrë që atëhere po du me dal, me bo piknik me familjen time, se që atëhere e kom kohën e lirë, po shkoj me përcjell një ndeshje sportive, apo po shkoj me kry një punë, një shitblerje, një çka diune me shku shopping me grun, me fëmin, me qitë fëmin, me lujt. Thu që ka të thu prej arsyetimeve nuk jenë valide tek Allahu Teala. Vetëm smuja, Zotin na ruajt, ndoj ndeshje komunikacionit, ndoj penges e cila të ka ndalu ty që të shkon dhe të prezentën në namaz të xhumas, mund të mu konsiderua si valide. Për ndryshe, nuk ke ti arsyetim tek Allahu Teala me thonë, valla për shkak të punëve të dunjas, unë nuk kom marr pjesë në namaz të xhumas. Mëre edhe me të martu, ti zguxon me elan namazin e xhumas, lusim Allahun Teala
që na bëjë më të kujdesshëm në kryerjen e këtij obligimit. Për shembull, ka në hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam që personi i cili nuk e fal namazin e xumaz, ai është mirë me dhon sadak, me dhon 1 dinar të arit. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kush e le xumon me qëllim, le t'jep lemosh 1 dinar, e nëse nuk gjen 1 dinar, atëherë gjysëm dinari. Dinari është monedhë e arit, e cila ka pas diku 4.25 gram të arit. Nëse ka lënë me qëllim, pastaj ka bë tëube, është e pëlqyeshme me dhon sadak ata në vend të asaj që e ka humb namazin. Nëse nuk e gjen, nuk ka me dhon 4.25 gram, atëherë gjysëm dinari, bile 2 gram ari, kjo është e pëlqyme, por jo obligative, sikur që kanë thonë dietarët. Allah na bëft më të kujdesshëm inshallah për këtë namaz madhështor, të cilën lutim Allahun Teala të na lehtësojë deri në fund të jetës tonë, që të jemi për atyre që e falin namazin e xumas. Deri në takim të radhës, mbeqit për kujdesin e Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.